team leaderin. Ju lutna se cili në karikat e juja le të kontrollojnë. A ju saktu? A pedini krejt? Hajde urime. Krejt Avelina ata kanë team leaderin. Qajt Avelina janë me i sholla Simone. Okej. Tash, team leaderi. Okej. Team leaderi, ose, si me thonë, kryetori, udhëheqësi i grupit, i ka disa detyra të veçanta. Mas pari, ka mu siguru që atmosfera në Avelin gjithmonë me konë një vetë. Gotat e musafirve duen me konë të mbushuna gjithmonë. Edhe që është detyrë e team leaderit. Në njëjtën kohë, e shini ka një QR kod që e keni në tavolina, team leaderi ka për detyrë me u siguru dhe me ja u kujtu gjithë dasmorëve tjerë që ko mas kohë me i upload edhe me i vendos që ato fotografit që i bëni gjatë natës në aplikacionin që shfaqet me QR kod. Counting on you guys. Tani. Loja tjetër, po besoj që veç e keni po, është, ka një letër në tavolinat e juja, në karika e keni pos, gjysa ma t'i përveç që keni plotësu po mdokët, po loja ka me vazhdu dhe në fund natës, se nuk ishte dhe qash letë valla, se provova mi plotësu. është loja bingo, edhe ideja është që gjatë natës ju ftojmë me u njoftu me njerës, jo veç me njerës të cilët veç i njeni, po njoftohuni me njerës të tjerë dhe vlasmor të tjerë, edhe me gjithë dikën që përputhet me se cilin kuti që e keni në letër. Emri personi duhet me u shkru në kuti, edhe nëse keni pyetje tjera, udhëzimet i keni në anën tjetër të kësaj, të letrës. Kartat, para natës i dorëzoni të unë, edhe në fund natës, 3 persona që i kam plotësu sakt fitojnë çmimet vogla. Çmimet ishin i vetë. Pra njës janë me votu edhe me votu. Me u njoftu edhe bingo fillon prej tashit. Edhe fundit, kemi edhe një lojë tjetër, po për cilën kemi më njoftu pak më vonë, ka me ndodhë një dance competition, do më thonë ka me konë një gare vallëzimit. Tash për tash, veç njoftimi është që kushdo që do me marrë pjesë, si qift lajmërohet e one, dhe veç ta keni parasysh që vendet janë limitume, kështu që mos u vënani, merrni një partner, edhe hajde një lajmëroni të one, edhe kena mu knaq. S'ka lidh, okej, më falj. Qiftis do me thonë që duhet me konë mashkull dhe femër, mujnë me konë 2 mashkuj, 2 femra, mundet me konë motra me vlau, mundet me konë djali tezës me qikën e hallës, whatever. Kushdo, veç me marrë pjesë dhe me u knaq. Ju mora pak si shumë kohë, kaq prej meje për momentin, tash pja jopi skenën muzikës.